Kjo video shkon special për prindërit. Edhe pse? Sepse unë si hipnoterapiste, po thuja se çdo klient që e kam dhe që punoj me ta, shkaku i gjitha shqetësimeve që i kanë tani, ata është në femiri që kanë përjetu gjanat ndryshme. E di që nuk është lehtë për ne prindërit, sepse edhe na si prindër jemi mjaft të ngarkuar me punë të ndryshme. Po është shumë e rëndësishme që vërtet na të jemi të kujdesshëm në edukimin e fëmijëve tonë, sepse edukimi i mirëfillt ose jo i mirëfillt ndikon shumë në zhvillimin e fëmijëve tonë. Pra, qysh e thash, në bazë të përjetimeve të mia, në bazë të klientëve të mi që shumica e kanë përjetu një fëmijëri të keqe, ata sot pësojnë problemet ndryshme. Edhe cili prindër dëshiron një të ardhme jo të mirë për fëmijën e vet. Për çet arsye është shumë e rëndësishme që na me u vedisu që thjesht edhe nëse nuk është e lehtë, prap më mundu sa më shumë mos t'i lëndojmë ndjenjat e fëmijëve, sepse ndjenjat janë ato që shkaktojnë trauma kur i lëndojmë ato. Natyrisht që e bojmë pa vedije. Tani, fëmijët e sotëm, ashtu kështu kanë presion mjaft edhe nga shkolla, edhe nga rrethi, nga shoqëria dhe nga gjithkusht tjetër. Por të paktën nëse na si prindër dimë me i mbrojt ata, ja u lehtësojmë aty në zhvillimin e tyre në procesin e jetës, është një edukatë e mirëfillt. Përndryshe nëse presion nga bota jashtme, presion nga ne prindërit, na atëherë në këtë mënyrë i traumatizojmë fëmijët e tonë. Edhe po du me tregu një rast dje që e kisha, një vajze, do me thonë, ajo aq shumë ka vujt 28 vjeçare tani, që në moshën 7 vjeçare. Ajo e ka përjetu një natë jo të mirë, është dash të flaj vetëm në errësirë. Edhe aty ajo atë natë ka marrë, do me thonë, ai emocioni, ajo frika që e ka përjetu aty, asaj na ju ka akumulu që 28 vite. Dhe tani ajo është në një depresion të thellë. Shkak? Kjo. Po du me thonë pra që thjesht jemi të kujdesshëm. Mos i lëndojmë fëmijët e tonë. Secili prind e don fëmijën e vet pa mos. E masi që i duam kaq shumë, të paktën t'i mbrojmë ata. T'i mbrojmë, të kujdesimi në emocionet e tyre, të kujdesimi. Unë e di që nuk është lehtë, sepse dhe vet jam nonë, edhe sinqerisht nuk është lehtë. Por kur jemi të vetëdijshëm, edhe kur e kuptojmë emocionin, na mundem prap me komuniku me fëmijët e tonë, edhe me vendos rregulla, edhe me vendos kufi, por thjesht në mënyrë të shëndetshme. Por nëse të tjerë të lëndojnë fëmijën tonë, atëherë thjesht komunikojmë na me fëmijët e tonë, të flasim me ta, t'ja u japim hapësirën, edhe t'ja u japim mundësinë që ata më u shprehë me neve, edhe t'i kuptojmë thjesht, mos i thojmë hajt bëshuj se s'është e vërtetë ose haj anek nej, po thjesht fol me to. Fal, se kur ka fëmija ku me u shpreh, është mbrojtja më e fuqishme që na mundem ja u bua atyne. Kaq kisha me këtë video, me pak fjalë, por që me besoj se ndihmon shumë.